Hashim Thaçi e ka derën mbyllën familjes Jashari. Mos t'i harrojmë do sa në zoti Karab. Kuptoj plotësisht. Unë jam pak mbren kjo si UÇK. Si UÇK cilën e dim ti e unë e krejt bashk bisedues cilët ishin dhe do t'jenë, çka ka qenë prononcimi i generalit në parlament. Po, besoni tashmë në lirimin sa më të shpejt? U çante jo në kam, po në majet gisht aftu ju lutem mos e votoni. Ky ngufaçi që del ky i merr ka 2-3 rruga, 4-5 rruga i merr. Ky del edhe i thoj ka atëherë ish deputetës, ish ushtarës të ushtrisë klerimtare, mos ma që gishtin mua se vi atje tash ti gishtin gëj. Mos ma që kishe pse po voton kundër gjykatës ti. Mos ma që gishtin ti mua. E sot del edhe dirë lot krokodili pa lebre. Këta shumë se u bën 3 minuta, kalua në fakt. Veç edhe 3 sekunda. Këta njerëz janë cilë po përmenen. Hashim Thaçi edhe do që thirrën lira të ushtrisë fillimtare janë që ja kanë humb shkëlqimin këtyne 3 germave. Është mjerim. Unë këtë punë e kam thonë qysh se në 2005. Këta njerëz kanë me konë që kanë me ahub vlerën edhe kanë me ahub nurin edhe kanë me ahub shkëlqimin këtyne 3 germave. Mi Fendrej për kontuaj përshëndesim shumë natën e mirë. Ishte ky Naimi, përshëndesim atë dhe të gjithë juve. Vazhdojmë me komente të tjera, të cilat i kemi në pritje, të cilat do t'i mirëpres nga ana juaj. Naman Shesivari thotë në komentin e tij, Hashim Thaçi është vetë historia e Kosovës, ka qenë i pari në të gjitha situatat kur është vendosur për Kosovën, gjithmonë me sukses. Vetëm Serbia, spionët e saj dhe disa shqiptar të manipuluar janë kundër. Mirëmbrëma. Alo, përshëndetje, kush po na tret? Bajrami nga Besiona. Mirë se vjen zotri Bajram, përshëndetje kemi edhe për ty. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe me juve. Faleminderit shumë. Kujt po i pengon lirimi Hashim Thaçit nga Aga? Po ndërlidhemi me deklaratën e fundit të deputetit të lëvizjes vetëvendosje Fatos Geci, që shpreson në burgim të përjetshëm për Hashim Thacin. Si e komentoni ju? Unë më të kallëzuar drejtën. Po. Që është e drejta, ta kupton? Po patjetër. Si është e drejta? Na tregon, na sqaro. E drejta është kështu. Unë jam pej 2005-ës, jam në lëvizje vetëvendosje. Po. Jam 16 muaj i burgosëm për Aravas, politikisht. Ata të cilët, a kupton, dojnë me e dënue ushtarët UÇK-s 4 tonë, ata dojnë destabilizim i Kosovës për me krye Serbin apet në Kosovë. Që më ta kallëzuar të drejtën. Unë, sëni kam 70 vjetë, 67. Unë shkoj për Hashim Thaçin 20 vjetë burgimoj. Për e gjepselimin e moj 3 jetën sa të jem gjotë burg. Kush shqiptar nuk i ka qu ata në burg, ata kanë gabuar, ato gabim kanë bërë që e kanë pranuar gjykatën speciale. Kanë gabuar po thua që e kanë votuar. Ata kanë gabuar që mas menimit tim nuk ka njërin bërë, nuk ka njërin bërë që sa tajtë që më bërë. Pa tje dhe të më bërë, unë jam më Recep Selimin, për dhe më ta, amën, bimën, dykuet, dike, amën më se panim. Edhe Recep Selimin e kësha krymë Kosovë, e kësha bo për kryetarë shtetit Kosovës. Edhe këta që kanë pranuar tani, këta i kësha quet të shtëpia të qabanë. A kuptan? Kuptoj, zoti Bajram. Mendoni tashmë shpresoni në lirimin e luftëtarëve të lirisë, të cilët po mbahen pa drejtësisht në Hag? Mendoni që ata mund të lirohen shumë shpejt apo jo? Ata do të moderuar nëse ata duhet moderuar nëse Amerika, Evropa, asë dënë Republikën e Kosovës pa destabilizim
Kosovës. Qërë që të mes të me gjëzua Kosovën, kanë me dënua dhe të ka më pas luftë. Kuptan, se mas menimit tam. E kuptoj, zoti Bajram. Të falenderoj shumë dhe njerë për kohën tuaj. Përshëndetje. Edhe ne po ashtu, të përshëndesim shumë, gjithë të mirat. Shpresojmë dhe ne ashtu, natën e mirë, gjithë të mirat. E falenderojmë dhe zotrin Bajram, vazhdojmë me telefonatën tjetër në pritje. Ju japim më së shumti hapësirë telefonuesve në këto momente. Do të vijoj të shoh komente të shumta që kemi në kanalin ton zyrtar të DTV Media. Mi mbrëma për ty kush pranë tret. Alo, përshëndetje. Si duket telefonuesi ka probleme rjetin, do ta kemi telefonuesin tjetër në pritje vetëm pas pak. Është një numër i madh i telefonuesve që po presin në këto momente, të dashur teleshikues. Agron Kabashi thot Fatos Geci është i familjes së dëshmitarëve të Hagës, 30 dëshmitarë shqiptar kundër Miloshit, a kundër qëllimtarëve 300 dëshmitar turp. Për ne shqiptarët çfarë pas kemi qenë, thot Agron Kabashi në komentin e tij. Vazhdojmë me komente të tjera të cilat i kemi këtu. Selim Salaj thot Korab Rexhepi kur do ta ndërpreni propagandën anti-UÇK-s. Çfarë po thua more Selim Salaj? Ne nuk bëjmë asnjëherë propagandë anti-UÇK-s. Gjithmonë shumë respekt për të gjithë luftëtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ata që kanë luftuar dhe kanë kontribuar për lirinë që e gëzojmë sot. Jep totalisht gabim Selim Salaj, ta them sinqerisht pas ke komentuar, por çdo qof është mendimi yt. Me mbrëma kemi telefonatën tjetër, kush po na tret? Është komenti tjetër që kemi këtu në pritje, të cilin do ta mirëpres nga telefonuesit, nga shikuesit tanë, të cilët janë me neve këtu. Mirdoni thot respekte për Naimin në komentin e tij. Vjoj të pres mendime të shumta, Blucoshi thot krahasimi me kriminalin Murseli është i pavend dhe të jetë skandaloz. Të përshëndesim Blucoshi ty dhe të gjithë ata të cilët janë me neve këtu në DTV Media. Do të shikoj të shoh edhe komente të cilat kanë të bëjnë për temën, edhe të cilat do t'i mirëpresim nga ana juaj deri në orën 00 pas mesnate, kujt po i pengon lirimi i Hashim Thaqit nga Haga. Deputeti i vetëvendosjes Fatos Geci ka shpreson në fakt në burgim të përjetshëm për ish presidentin e Republikës së Kosovës Hashim Thaqin. Si e komentoni deklaratën e tij të fundit të dashur miq, presi mendime, reagime të shumta nga ana juaj. Ky është emision i të gjithë juve, nuk është i asnjë subjekti politik, është për të gjithë shqiptarët, tashmë pa dallim se cilës parti i takojnë ata. Do të pres telefonata të shumta në pritje në numrin tonë të telefonit. Linja është e bllokuar për momentin. Regjia thotë që është e pamundur për të hapur telefonin për të bashkëbiseduar në këto momente. Ju kërkojmë ndjes të gjithë juve që po provoni për të na kontaktuar dhe nuk po arrini për ta marrë linjën. Ju themi që të qëndroni 20 sekonda, mos të tentoni për të na marrë në telefon, meqense tashmë është bllokuar linja aktualisht.